Kalimi i detit të Kuq, çfarë fshehin ujërat 800 metra thellësi. Mure në New York që bien vertikalisht si shkëmbim të përmbysur. Rryma që tërheqin pajisjet dhe konfuzojnë edhe zhytësit me përvojë. Gjiri i Akabës nuk është vend për kalime. Është vend për mbytje anijesh. Megjithatë, midis dy brigjeve të ndara nga ujëra që duhet të ishin të pakalueshëm, ekziston një formacion gjeologjik që sfidon logjikën, një ramp natyrore e zhytur me pjerësi graduale që lidh dy kontinente. Sikur dikush të kishte vizatuar një shteg saktësisht aty. Para se të vazhdojmë me videon, a dëshironi të forconi jetën tuaj të lutjes dhe gjithashtu të ndihmoni kanalin ton të rritet? Kam përgatitur një material me mbi 50 lutje speciale për t'ju udhëhequr. Klikoni në linkun e përshkrimit dhe ndihmoni projektin ton të përhap fjalën e Krishtit. Ky formacion nuk shfaqet në asnjë pikë tjetër të gjirit. Nga veriu, Humnera. Nga jugu, rënje vertikale që kalojnë 1500 metra në një çështje prej pak kilometrash. Por në atë pikë specifike, midis gadishullit të Sinait dhe bregdetit të Arabisë Saudite, fundi i detit sillet në mënyrë të ndryshme. Pjerësia zbret butësisht deri në rreth 80 metra, mban një lloj rafshnalte në ujore për rreth 8 kilometra dhe pastaj ngjitet gradualisht në anën tjetër. Zhytësit që eksploruan këtë rajon përshkruajnë ndjesinë e të qenit para një rruge të zhytur. Një rrugë që nuk duhet të ekzistonte. Historia fillon shumë përpara ekspeditave moderne. Fillon mbi 3400 vjet më parë në rafshnaltat e Egjiptit të lashtë, kur një popull i tërë vendosi të braktisë gjithçka që njihte për të ndjekur një udhëheqës 80 vjeçar drejt një toke që shumica nuk e kishte parë kurrë. Libri i Eksodit regjistron se 600.000 burra, përveç grave dhe fëmijëve, dolën nga Egjipti atë natë. Studiuesit që analizojnë këta numra sugjerojnë se grupi total mund të kishte kaluar 2 milion njerëz. Mendoni logjistikën e lëvizjes së 2 milion individëve përmes një shkretëtire, pa rrugë të shtruara, pa harta të detajuara, pa sisteme komunikimi. Vetëm besim dhe një shtyllë reje gjatë ditës, një shtyllë zjarri gjatë natës. Teksti biblik përshkruan se Perëndia qëllimisht nuk e udhëhoqi popullin nga rruga më e shkurtër, rruga bregdetare që të çonte drejt për drejt në Kanaan. Ajo rrugë kontrollohej nga garnizonet egjiptiane dhe filistine. Një përballje ushtarake do të ishte e pashmangshme. Në vend të kësaj, populli u udhëhoq nga një rrugë që dukej strategjikisht absurde, drejt shkretëtirës, drejt detit, drejt një qorsokaku gjeografik. Dhe ishte saktësisht aty ku faraoni pa mundësinë e tij. Regjistrimet tregojnë se ushtria egjiptiane e mobilizuar për ndjekje përfshinte 600 qere lufte të zgjedhura, përveç të gjitha qereve të tjera të Egjiptit, secila me oficer dhe luftëtar me përvojë. Qeret egjiptiane të luftës ishin teknologjia ushtarake më e avancuar e kohës. Të tërhequra nga dy kuaj, të drejtuara nga një njeriu që mbante frenat dhe një harktar, këto mjete mund të arrinin shpejtësi deri në 40 km/h në terren të favorshëm. Për një grup refugjatësh në këmbë, që mbanin fëmijë, të moshuar dhe kope, kavaleria egjiptiane përfaqësonte vdekje të sigurt. Populli i Izraelit fushua para detit. Male nga njëra anë. Shkretëtirë nga tjetra. Ujë përpara. Ushtria që afrohej nga pas. Nuk kishte rrugdalje logjike. Dhe ishte në atë moment dëshpërimi absolut që Mojsiu shtriu dorën e tij mbi ujërat. Rrëfimi i Eksodit, kapitulli 14, përshkruan se një erë e fortë lindore fryu gjatë gjithë natës, duke ndarë ujërat dhe duke e shndërruar shtratin e detit në tokë të thatë. Ujërat formuan një mur në të djathtë dhe një tjetër në të majë. Izraelitët kaluan gjatë orëve të pasmesnatës, ndoshta midis mesnatës dhe agimit. Kur ushtria egjiptiane u përpoq të ndiqte të njëjtën rrugë, rrotat e qereve të tyre filluan të ngecnin. Paniku u përhap. Dhe atëherë, me urdhrin e Mojsiut, ujërat u kthyen. Asnjë i mbijetuar egjiptian. Teksti është specifik, asnjë ushtar i vetëm nuk mbeti. Për shekuj, ky tregim u trajtua ekskluzivisht si çështje besimi. Historianët laik e klasifikonin si mit themelues, një histori simbolike e krijuar për të forcuar identitetin kombëtar të Izraelit. Arkeologët tradicional e konsideronin të pamundur gjetjen e ndonjë dëshmie fizike të një ngjarjeje aq të lashtë dhe aq të jashtëzakonshme. Por pastaj erdhën zhytësit. Ron Yath ishte një anestezist nga Tennessee, Shtetet e Bashkuara, pa formim akademik në arkeologji ose histori të lashtë. Ajo që ai kishte ishte një bindje e palëkundur se rrëfimet biblike përshkruanin ngjarje literale që lanë gjurmë fizike.
Në vitin 1978, Yacht realizoi ekspeditën e tij të parë në gjirin e Akabës, duke u fokusuar specifikisht në rajonin e njohur si Ngushtica e Tiranit dhe në ujërat pranë plazhit të Nueibas, në anën egjiptiane. Ajo që ai pretendoi se gjeti rindizi një debat që vazhdon edhe sot. Struktura të mbuluara me koral me forma që sugjeronin rrota qerresh. Boshte metalike të inkrustuara në fund të detit. Formacione që dukeshin si kocka me përmasa të mëdha, ndoshta kuajsh. Në një zhytje specifike, Yacht pohoi se kishte lokalizuar një rrotë të artë me 4 rreze, në përputhje me paraqitjet e qereve ceremoniale egjiptiane të periudhës së dinastisë së 18. Fotografitë dhe filmimet që Yacht prodhoi gjeneruan reagime intensive. Mbështetësit panë në to konfirmimin definitiv të rrëfimit biblik. Kritikët vurin në dukje probleme serioze metodologjike, mungesë të koordinatave të sakta, mungesë të analizave laboratorike të pavarura, pamundësi verifikimi nga ekipe akademike. Disa ekspertë sugjeruan se rrotat e supozuara mund të ishin formacione natyrore korali, i cili shpesh rritet në modele rrethore rreth objekteve ose edhe në formë spontane. Kontroversa rreth Yachtit, megjithatë, nuk i dha fund ekspeditave. Eksplorues të tjerë ndoqën hapat e tij, disa me pajisje më të sofistikuara dhe metodologji më rigoroze. Në vitin 2003, një ekip i udhëhequr nga kërkues suedez përdori sonar me skanim ansor për të hartuar fundin e detit në rajon. Rezultatet treguan anomali në shtratin e detit që nuk korrespondonin me formacione tipike gjeologjike, ndonse ekipi ishte i kujdesshëm në konkluzionet e tij. Zhytësit teknik që zbritën në thellësi më të mëdha, përtej 60 metrave fillestar që Yacht kishte eksploruar, raportuan gjetjen e strukturave shtesë të shpërndara përgjatë shtrirjes së rampës në ujore. Shpërndarja e këtyre objekteve, sipas disa rrëfimeve, ndiqte një model në përputhje me një ushtri në ndjekje që do të ishte mbytur pa pritmas, për qëndrim më i madh në fillim të rampës, ku trupat do të ishin më të grupuara, dhe shpërndarje graduale sipas rrymave që do të kishin mbartur mbetjet përgjatë shekujve. Si do të ndikonin 3400 vjet veprim detar mbi pajisjet e lashta ushtarake. Druri i qereve do të zhdukej plotësisht në një çështje dekadash. Lëkura dhe pëlhurat brenda muajsh. Kockat mund të zgjasnin më shumë varësisht nga kushtet, por përfundimisht do të treteshin ose do të mbuloheshin nga sedimentet. Metalet si bronzi dhe ari do të ishin më rezistentët, por edhe këta do të pësonin ndryshime domethënëse. Korali, në veçanti, ka tendencë të rritet mbi çdo objekt të zhytur, duke ruajtur potencialisht format origjinale ndërsa fshe sipërfaqen e vërtetë. Ky proces i koralizimit shpjegon pse identifikimi i artefakteve të lashta në fund të detit është aq kompleks. Një objekt bronzi 3000 vjeçar i mbuluar nga korali nuk duket si bronz. Duket si gur. Duket si formacion natyror. Vetëm analiza kimike ose heqja e kujdesshme e shtresave të koralit mund të zbulonte se çfarë ndodhet poshtë. Dhe ishte saktësisht ky lloj analize që nuk u lejua kurrë në mënyrë të gjerë në rajon. Ekziston një faktor gjeopolitik që ndërlikon hetimet. Zona ku u bën zbulimet e supozuara ndodhet në ujëra territoriale të kontestuara, pranë kufive të ndjeshëm midis Egjiptit, Izraelit, Jordanisë dhe Arabisë Saudite. Lejet për ekspedita arkeologjike në ujore janë jashtëzakonisht të vështira për t'u marrë. Qeveritë lokale tregojnë pak interes për të lehtësuar kërkime që mund të tërheqin vëmendje ndërkombëtare kontroverse drejt brigjeve të tyre. Rezultati është se dekada kanë kaluar pa u kryer hetime shkencore definitive. Ndërkohë, shkencëtarë nga fusha të tjera e trajtuan çështjen nga këndvështrime të ndryshme. Në vitin 2010, kërkuesit e Qendrës Kombëtare për Kërkime Atmosferike të Shteteve të Bashkuara publikuan një studim të modelimit kompjuterik që analizoi fizikën pas ndarjes së ujërave. Fenomeni i studiuar, i njohur si Inset-Dawn, ndodh kur era të forta dhe të vazhdueshme shtyjnë ujin nga zonat e cekta, duke ekspozuar përkohësisht fundin. Studimi doli në përfundimin se një erë prej rreth 100 km/h, duke fryrë vazhdimisht për rreth 12 orë, mund të krijonte një kalim të thatë në disa konfigurime gjeografike. Kritikët e këtij modeli vurin në dukje se gjiri i Akabës është shumë i thellë që Inset-Dawn të funksionojë në mënyrën e përshkruar. Thellësitë në rajon kalojnë qindra metra, jo 2 ose 3 metrat e nevojshëm për fenomenin. Mbrojtësit e modelit u përgjigjen duke sugjeruar se kalimi mund të kishte ndodhur në një vend tjetër, ndoshta në liçenet e hidhur ose në skajin verior të gjirit të Suezit, ku ujërat janë dukshëm më të cekta.
Çështja e lokacionit të saktë mbetet qendrore për debatin. Termi origjinal hebraik i përdorur në tekstin biblik është Yam Suf, shpesh i përkthyer si deti i kuq, por që literalisht do të thotë diçka si deti i kallamave ose deti i kashtës. Kjo i çoi disa studiues të propozonin se kalimi nuk ndodhi në atë që sot quajmë deti i kuq, por në një rajon kënetor më në veri, i cili do të ishte tharë ose ndryshuar përgjatë 1000 vjeçarëve. Kërkues të tjerë e hedhin poshtë këtë interpretim. Ata argumentojnë se përshkrimi biblik i ujrave që formojnë mure të lartë në të djathtë dhe në të majtë nuk korespondon me kënetat e cekta. Teksti sugjeron thellësi domethënëse, rrezik real, një barierë që normalisht do të ishte e pakalueshme. Përveç kësaj, pjesa tjetër e rrëfimit të Eksodit tregon se izraelitët udhëtuan në përshkretëtirën e Sinait pas kalimit, gjë që do të ishte në përputhje me një rrugë përmes gjirit të Akabës drejt gadishullit arabik. Arkeologët gjithashtu ekzaminuan bregdetin e Arabisë Saudite në kërkim të dëshmive të lidhura. Rajoni i njohur si Jebel al-Laz, një mal në veriperëndim të Arabisë, u propozua nga disa kërkues si mali i vërtet i Sinait. Nëse ky identifikim është i saktë, kalimi përmes gjirit të Akabës do të kishte kuptim gjeografik si rrugë aksesi. Eksploruesit që vizituan Jebel al-Laz raportuan gjetjen e një altari guri, shtyllave të lashta dhe shkëmbinjve me shenja që mund të ishin në përputhje me përshkrimet biblike të fushimit Izraelit. Përsëri, autoritetet saudite kufizuan rreptësisht aksesin në zonë, duke vështirësuar hetimet akademike formale. Rezistenca qeveritare ushqeu teori se qeveritë rajonale kishin diçka për të fshehur. Pse të pengohen kërkuesit të ekzaminojnë formacionet gjeologjike dhe strukturat e lashta? Pse të mos lejohet komuniteti shkencor ndërkombëtar të përcaktojë një herë e mirë nëse ekzistojnë ose jo dëshmi të kalimit? Përgjigjet variojnë. Disa sugjerojnë shqetësime për turizmin fetar të pakontrolluar. Të tjerë vënë në dukje tensionet politike që e bëjnë çdo konfirmim të narrativave biblike të papërshtatshëm për disa qeveri. Ekziston edhe mundësia më e thjeshtë që autoritetet thjesht nuk shohin përfitim në hapjen e ujrave të tyre territoriale për ekspedita të huaja kontroverse. Pavarësisht pengesave politike, shkenca vazhdoi të përparonte në laborator dhe qendra kërkimore larg ujrave të detit të kuq. Gjeologët hartuan me saktësi topografinë nënujore të rajonit duke përdorur satelit dhe sonar thellësie. Këto harta konfirmuan ekzistencën e formacionit në rampë që tërhoqi aq shumë vëmendjen e eksploruesve. Rampa nënujore e Nueibas, siç u bë e njohur, mbetet si një anomali gjeologjike që nuk ka ekuivalent në pjesë të tjera të gjirit. Oqeanografët studiuan rrymat, temperaturat dhe modelet e sedimentimit të gjirit të Akabës. Ata zbuluan se rajoni zotëron karakteristika unike që mund të ruanin, në teori, disa lloje artefaktesh më mirë se zonat e tjera detare. Krypësia e lartë, temperaturat e ulta në thellësi dhe mungesa relative e disa organizmave degradues krijojnë kushte që ndryshojnë ndjeshëm nga oqeanet e hapur. Historianët, nga ana e tyre, ekzaminuan regjistrimet egjiptiane në kërkim të referencave për katastrofën ushtarake të përshkruar në Bibël. Rezultatet ishin jo konkluzive. Egjipti i lashtë kishte një traditë të dokumentuar mirë të lënies jashtë të humbjeve ushtarake nga regjistrimet e tyre zyrtare. Faraonët konsideroheshin hyjnor dhe pranimi i një katastrofe të kësaj përmase do të ishte i paimagjinueshëm. Nëse një ushtri e tërë humbi në detin e kuq, ka të ngjarë që skribët egjiptian thjesht të mos e regjistronin ngjarjen, ose ta përshkruanin në një formë aq të koduar sa të bëhej e panjohshme. Ekziston, megjithatë, një anomali kronologjike interesante. Periudha e lidhur zakonisht me Eksodin gjatë mbretërimit të Ramsesit I ose ndoshta paraardhësit të tij, përkon me ndryshime domethënëse në politikën ushtarake egjiptiane. Regjistrimet tregojnë një reduktim të përkohshëm në fushatat ekspansioniste dhe një periudhë riorganizimi të forcave të armatosura. Disa kërkues sugjeruan se kjo pauzë mund të ishte në përputhje me humbjen e një pjese domethënëse të ushtrisë, ndonse ekzistojnë edhe shpjegime alternative. Çështja e plagëve që i paraprin Eksodit gjithashtu mori vëmendje shkencore. Kërkuesit propozuan shpjegime natyrore për disa nga fenomenet e përshkruara, përhapja e algave të kuqe që do ta bënin ujin e Nilit të kuqërem dhe toksik, duke çuar në vdekjen e peshqve, përhapjen e insekteve, sëmundjet në kope. Shpërthimi i vulkanit të Terës, Santorini i sotëm, u sugjerua si shkak i mundshëm i çrregullimeve klimatike që mund të shpjegonin errësirën e zgjatur dhe fenomene të tjera. Këto teori, edhe kur janë të besueshme, nuk e vërtetojnë as nuk e hedhin poshtë rrëfimin biblik.
Ato vetëm demonstrojnë se disa elemente mund të kishin shpjegime brenda ligjeve natyrore të njohura. Për shumë besimtar, kërkimi për shpjegime natyrore humbet pikën qendrore. Nëse Perëndia është i plotfuqishëm, argumentojnë ata, nuk ka nevojë për mekanizma natyror për të shpjeguar mrekulli. Ndarja e detit të kuq mund të kishte ndodhur në formë plotësisht mbinatyrale, pa lënë gjurmë të dallueshme nga shkenca moderne. Besimi nuk varet nga dëshmitë arkeologjike dhe mungesa e provave fizike nuk përbën provë të mungesës. Kjo perspektivë, ndonse e vlefshme teologjikisht, nuk i kënaq ata që kërkojnë konfirmim empirik. Dhe është pikërisht ky tension midis besimit dhe dëshmisë që e mban debatin gjallë. Çdo ekspeditë e re, çdo teknologji e re e hartimit në New York, çdo analizë e re e sedimenteve gjeneron pritshmëri se më në fund diçka definitive do të zbulohet. Numrat e përfshirë në narrativën biblike ndihmojnë në dimensionimin e shkallës së ngjarjes. Nëse 600 qere lufte u mobilizuan dhe secila qere drejtohej nga të paktën 2 ushtar, po flasim për të paktën 1200 ushtarak vetëm në njësitë elitare. Teksti përmend gjithashtu kalorës shtesë dhe trupa këmbësorie që ndoshta shoqëronin forcën kryesore. Vlerësimet konservatore sugjerojnë një ushtri prej 5 deri në 10.000 burra. Humbja totale e kësaj force do të përfaqësonte një goditje shkatëruese për çdo kombë të lashtë. Sa i përket popullit të Izraelit, kalimi i 2 milion njerëzve përmes një kalimi në det, edhe nëse ishte i gjerë, paraqet sfida logjistike mbresëlënëse. Nëse kalimi kishte 1 kilometër gjerësi, gjë që do të ishte në përputhje me formacionin në New York të vëzhguar, dhe njerëzit ecnin në grupe të organizuara me shpejtësi mesatare prej 4 kilometrash në orë, koha e nevojshme për të përfunduar kalimin do të ishte disa orë. Teksti biblik tregon se kalimi ndodhi gjatë natës, gjë që është në përputhje me këtë vlerësim. Kopet që shoqëronin popullin shtonin një tjetër shtresë kompleksiteti. Delet, dhit, qet dhe gomarët nuk lëvizin me të njëjtën shpejtësi si njerëzit. Mbajtja e kafshëve të organizuara dhe në lëvizje gjatë një kalimi natën, në teren të panjohur, me presionin e një ushtrie në ndjekje, do të kërkonte koordinim të jashtëzakonshëm. Teksti biblik nuk detajon se si u menaxhua kjo, por thjesht përmendja se i gjithë populli dhe kopet e tyre kaluan sugjeron një ngjarje të përmasave vërtet monumentale. Pas kalimit, udhëtimi sapo kishte filluar. 40 vjet shtektim në shkretëtir i pritnin. 40 vjet gjatë të cilave një brez i tërë do të lindte dhe do të vdiste para se populli më në fund të hynte në tokën e premtuar. Kalimi i detit të kuq, sado spektakolar që ishte, përfaqësonte vetëm hapin e parë të një transformimi shumë më të gjallë. Dhe këtu kuptimi shpirtëror fillon të mbivendoset mbi atë historik. Apostulli Paul, duke u shkruar Korintasve shekuj më vonë, e interpretoi kalimin si një lloj pagëzimi. Ashtu si izraelitët kaluan përmes ujrave dhe dolën si një popull i lirë, të krishterët kalojnë përmes ujrave të pagëzimit dhe dalin si krijesa të reja. Skllavëria në Egjipt korespondon me skllavërinë e mëkatit. Faraoni korespondon me forcat që burgosin shpirtin. Deti që hapet korespondon me shpëtimin e ofruar nga Perëndia për ata që i besojnë atij. Ky lexim tipologjik nuk e zvogëlon historicitetin e ngjarjes. Përkundrazi, ai varet prej saj. Nëse kalimi nuk ndodhi në formë reale, simboli humbet forcën e tij. Pali nuk po krijonte një alegori nga asgjëja. Ai po identifikonte modele hyjnore në ngjarje historike, duke treguar se si Perëndia vepron në mënyra konsistente përmes shekujve. I njëjti model shfaqet në pjesë të tjera të beslidhjes së re. Letra e Pjetrit përmend përmbytjen e Noeut si parafytyrim të pagëzimit. Letra drejtuar hebrejve paraqet të gjithë sistemin e flijimeve të beslidhjes së vjetër si hije të realiteteve qiellore të përmbushura në Krishtin. Kalimi i detit të kuq përshtatet në këtë strukturë si një nga ngjarjet themelore që zbulojnë natyrën shpëtimtare të Perëndisë. Përtej interpretimeve teologjike, ekziston një ndikim kulturor i pamohueshëm. Kalimi i detit të kuq u bë simbol universal i çlirimit. Gjatë skllavërisë në Shtetet e Bashkuara, spiritualës afroamerikan shpesh i referoheshin eksodit dhe detit të kuq si shprehje e shpresës për liri. Lëvizjet për të drejtat civile në pjesë të ndryshme të botës thirrën të njëjtin imazh. Narrativa i kaloi origjinat e saj fetare specifike për të bërë pjesë e fjalorit të përbashkët të njerëzimit kur flitet për shtypjen dhe çlirimin. Mendimtarët ekzistencialistë gjetën në histori kuptime të tjera.
Momenti kur izraelitët u pan të rrethuar midis detit dhe ushtrisë përfaqëson kushtin njerëzor para situatave që duken pa rrugdalje. Zgjedhja për të ecur përpara drejt të panjohurës duke besuar në një premtim të padukshëm, ekzemplifikon kërcimin e besimit që përcakton ekzistencën autentike. Deti që hapet nuk është vetëm mrekulli hyjnore, por edhe metaforë për mundësitë që lindin kur guxohet të përballet e pamundura. Artistët e të gjitha kohërave e portretizuan skenën. Pikturat e rilindjes tregojnë Mojsiun me shkopin e ngritur ndërsa valët monumentale përkulen në mure të pamundur. Prodhimet kinematografike të Hollywoodit rikrijuan ngjarjen me efekte speciale gjithnjë e më të elaboruara. Skena e Charlton Heston duke ndarë ujërat në 10 urdhërimet e vitit 1956 mbetet si një nga imazhet më ikonike të historisë së kinemas. Çdo brez gjen forma të reja për të vizualizuar momentin, duke pasqyruar teknologjitë dhe ndjeshmëritë e veta estetike. Zhytësit që vazhdojnë të zbresin në ujërat e errëta të gjirit të Akabës mbajnë këtë peshë kulturore me vete. Ata nuk po kërkojnë vetëm mbetje qeresh apo kocka të lashta. Ata po kërkojnë konfirmimin e një prej narrativave më formuese të qytetërimit perëndimor. Çdo formacion korali i egzaminuar, çdo objekt metalik i fotografuar, çdo anomali në fund të detit fiton kuptim që të i kalon arkeologjinë konvencionale. Dhe ndoshta kjo është pika më e rëndësishme. Kalimi i detit të kuq vazhdon të ushtrojë magjepsje pikërisht sepse mbetet në kufirin midis të verifikueshmes dhe misteriozes. Nëse dëshmi konkluzive do të gjendeshin nesër duke konfirmuar absolutisht ngjarjen, diçka do të humbej. Besimi nuk do të kishte më nevojë për guxim. Dyshimi nuk do të kishte më objekt. Misteri që fton çdo brez të hetoj, të pyes dhe më në fund të vendos për veten e tij do të zgjidhej në siguri faktike. Nga ana tjetër, nëse dëshmi konkluzive do të hidhnin poshtë përfundimisht rrëfimin, mijëra vjet traditë fetare do të përballeshin me një krizë të paprecedent. Miliarda njerëz që ndërtuan jetët e tyre mbi besimin te fjala biblike do të duhej të rinterpretonin plotësisht besimin e tyre. Ndikimi kulturor do të ishte sismik. Është e mundur që e vërteta të jetë e destinuar të mbetet e zhytur, literalisht dhe figurativisht. Ujërat e gjirit të Akabës ruajnë sekretet e tyre me të njëjtën kokfortësi me të cilën i kanë ruajtur për mijë vjeçar. Formacionet e koralit vazhdojnë të rriten mbi çfarëdo që ndodhet në fund. Rrymat vazhdojnë të rishpërndajnë sedimentet. Koha vazhdon punën e saj të erozionit dhe fshehjes. Por historia vazhdon të jetë e gjallë sepse nuk varet vetëm nga dëshmitë fizike. Ajo jeton në kujtesën e komuniteteve që e transmetojnë nga brezi në brez. Jeton në rritet e pashkës që reaktojnë çlirimin nga Egjipti çdo vit. Jeton në pagëzimet e kryera në lumenj, liçene dhe vaska kishash rreth botës. Jeton në lutjet e njerëzve që, duke u përballur me detet e tyre të pamundur, kujtojnë se një shteg u hap një herë dhe mund të hapet përsëri. Ju ndoshta përballeni me situata që duken si qorsokak. Rrethana në të cilat të gjitha opsionet duken të bllokuara. Momente kur ushtria është pas, shkretëtira është anash dhe deti është përpara. Mesazhi i kalimit nuk është se problemet zhduken në mënyrë magjike. Është se shtigjet lindin aty ku shtigjet nuk ekzistonin. Jo domosdoshmërisht në formën e pritur. Jo domosdoshmërisht në kohën e dëshiruar. Por ato lindin. Deti i kuq i çdo personi ka karakteristika unike. Për disa është një sëmundje që mjekët nuk mund ta shpjegojnë. Për të tjerë, një marrëdhënie që duket e pakthyeshme. Mund të jetë një borxh i pamundur për t'u paguar, një varësi e pamundur për t'u braktisur, një frikë e pamundur për t'u mposhtur. Skllavëria në Egjipt merr shumë forma dhe faraoni që ndjek ka shumë fytyra. Kalimi nuk i eliminoi sfidat që do të vinin më pas. Shkretëtira ende duhej të kalohej. Betejat ende duhej të luftoheshin. Gabimet ende do të bëheshin. Brezi që kaloi detin me besim do të ishte i njëjti që do të dyshonte para gjigantëve në Kanaan. Por kujtesa e detit që u hap mbeti si referencë. Nëse Perëndia e bëri këtë një herë, mund ta bënte përsëri. Çdo pamundësi e ardhshme do të matej kundrejt asaj pamundësie origjinale. Pali e kuptoi këtë kur shkroi se izraelitët u pagëzuan në Mojsiun në Re dhe në Det. Ai po thoshte se kalimi shënoi një transformim identiteti. Populli që hyri në det si sklever doli në anën tjetër si kom. U i ndau jo vetëm dy brigje gjeografike, por dy ekzistenca. Para dhe pas.
robëri dhe liri, vdekje dhe jetë. Pagëzimi i krishterë mbartë saktësisht këtë kuptim. Personi që hyri në ujë nuk është i njëjti që del uji përfaqëson varrin, fundin e një forme ekzistence. Dalja përfaqëson ringjalljen, fillimin e diçkaje të re. Deti i kuq e parafytyroi këtë 1000 vjeçar para se Krishti të lindte. Dhe çdo pagëzim i kryer që atëherë riaktualizon atë kalim origjinal. Ujërat që shkatëruan ushtrinë egjiptiane ishin të njëjtat ujëra që shpëtuan Izraelin. Diferenca nuk ishte te deti, ishte te pozicioni i çdo grupi në raport me shtegun e hapur. Kush ndoqi shtegun e Perëndis, kaloi. Kush u përpoq të ndiqte me forcat e veta, për qëllimet e veta, u mby. Mesazhi nuk mund të ishte më i qartë, ekziston një shteg, por shtegu nuk na përket ne. U hap nga Perëndia për qëllimet e Perëndis dhe mund të kalohet vetëm me besim. Kur izraelitët e fundit u ngjitën në bregun e kundërt dhe pan pas, ajo që pan ishte deti që kthehej në pozicionin e tij normal. Asnjë gjurmë e shtegut nuk mbetej e dukshme. Asnjë monument nuk shënonte pikën e saktë. E vetmja dëshmi ishte kujtesa e përbashkët e një populli të tërë dhe trupat e një ushtrie në fund të ujërave. Dëshmi e mjaftueshme për ata që ishin aty. Çështje besimi për të gjithë brezat pasues. Dhe kështu mbetet. Ekspeditat mund të vazhdojnë. Sonarët mund të hartojnë. Zhytësit mund të zbresin gjithnjë e më thellë. Por çështja qendrore nuk ka qenë kurrë rreth arkeologjisë. Ka qenë rreth besimit. Ka qenë rreth vendimit për të ecur përpara drejt të pamundurës kur e vetmja alternativë është të mbetesh skllav. Ka qenë rreth besimit se ekziston një fuqi më e madhe se detet dhe faraonët, më e madhe se rrethanat dhe kufizimet, më e madhe se gjithçka që burgos shpirtin njerëzor. Ajo që ndodhi vërtet atë ditë mbetet e debatuar midis akademikëve, kërkuesve dhe teologëve. Por ajo që ngjarja do të thotë është e disponueshme për çdo person të gatshëm të kalojë detin e tij. Ujërat që dukeshin barrierë zbulohen si shteg. Pengesa finale bëhet portal për një jetë të re. Dhe në anën tjetër, ku skllavëria nuk mund të arrijë më, udhëtimi i vërtet më në fund fillon. 3400 vjet më vonë, ujërat e gjirit të Akabës vazhdojnë të ruajnë sekretet e tyre. Formacionet e koralit rriten në heshtje në errësirë. Rrymat lëvizin sedimentet nga njëra anë në tjetrën. Dhe diku, ndoshta në 80 metra thellësi, ndoshta edhe më thellë, mund të ekzistojë ajo që ka mbetur nga një ushtri që ndoqi të pamundurën dhe gjeti fundin e saj në të njëjtat ujëra që i dhan jetë një populli të tërë. Por dëshmia më e rëndësishme nuk është në fund të detit. Është në jetët e transformuara përgjatë 1000 vjeçarëve. Është në komunitetet që festojnë çlirimin çdo pranverë. Është në këngët e shpresës të kënduara nga të shtypurit në çdo kohë. Është në besimin që guxon të shikoj detin dhe, në vend që të shoh barrierë, të shoh shteg. Është te ju, kur zgjidhni të ecni përpara. Për të na ndihmuar të vazhdojmë prodhimin e këtyre dokumentarëve dhe historive biblike, konsideroni blerjen e e-bookut ton me mbi 50 lutje. Është një formë për të bekuar këtë projekt dhe, në të njëjtën kohë, për të pasur një udhërrëfyes shpirtëror për rrugëtimin tuaj. Linku për të siguruar tuajin është në përshkrim. Shihemi në videon tjetër.